ndërkombëtar. Pastaj duhet t'i thotë po gazit amerikan, sepse nuk është vetëm interes ekonomik, por është edhe interes strategjisë kombëtare dhe mbi të gjitha i sigurisë kombëtare. Duhet pra janë disa procese që të ketë një lloj si thuash marrëveshje ose mirëkuptimit mes LDK-s dhe mes lëvizjes vetëvendosje. Ajo idealja më e mira do të ishte që LDK-ja të rinte në opozitë, sepse dorën zemër 18 deputet i kanë treguar se i duhet një reformë e thellë e brendshme për tu këndellur dhe pastaj në zgjedhjet e ardhshme që të mund të kandidoj për të fituar zgjedhjet. Por s'ma përmendi çështjen kryesore, çështjen e presidentit, për çka Kosova shkoi në zgjedhjet e 7 qershorit. Po nuk besoj që ka shku shumë për çështjen e presidentit, Për çfarë shkoi? Po ka shku sepse i tillë është kryeministri Kurti, i cili nuk është i gatshëm për të marrë përgjegjësinë, se dihet posti i presidentit nuk është me ndonjë rol thelbësor, posti i presidentit është dihet siç e parashë kushtetuta kryesisht është unifikues dhe këtë mund të shumë lehtë t'ja delegonte qoftë LDK-s, qoftë PDK-s, kishte mundësi për të zgjedhur. Pra ka një marrëveshje të keqe që duket të jetë shumë e keqe, marrëveshja e Brukselit dhe aneksi e Ohrit për të cilën zoti Kurti është mashtruar nga pala serbe, ka bërë një marrëveshje ndonse të pashkruar dhe njëherë mos përvoja e atij ka menduar se nëse nuk ka në nënshkrim nuk është marrëveshje, por marrëveshje teoria marrëdhënie ndërkombëtare e një marrëveshjen e zotimit dhe kjo është marrëveshje që ka detyrim Kosova. Dhe prandaj po duket si po do ta çoj vend një herë, dy herë kësaj. Pra nuk është thjesht për mendimin tim nuk është faj opozitës, është faj nisësos, është ka një emër dhe ai quhet Albin Kurti. Dënore, ju pa është teksa mbarin të shënimi për atë që thonte zoti Kelmendi. Po, shpenatërshme që mojmë shënimi. Po, për reaguar, prandaj, dhe etnisja, po. Sa do që sjaraj që mendimet që sot artikulon këtu në studio janë ma tepër personale se sot subjektit politik, dhe është arsyeshme sepse tregoj që është rishtazi i antarësuar, respektivisht